Buqeta pa emër çdo mëngjes, në prag të derës sime. Gjeja të njëjtin dhuratë, një buqet me trëndafila të kuq, të lidhur me fjongo të bardhë, dhe pa asnjë shënim. Kështu nisi gjithçka. Ishte fillimi i pranverës kur Elira, një vajzë 26 vjeçare që punonte si mësuese në një shkollë të vogël arti në Tiranë, filloi të gjente ato buqeta misterioze. Në fillim mendoi se ishte një shaka. Koleget e saj shpesh ngacmonin për mungesën e një lidhjeje serioze. E po ndoshta dikush më pëlqen vërtet, u tha ajo me të qeshurën e saj të butë, ndërsa nuk hati aromën e trëndafilave që sillnin me vete diçka më shumë se aromë, një ndjesë ngrohtësie, një prani të padukshme. Por pas ditës së parë, erdhi dita e dytë, pastaj e treta dhe e katërta. Tani, çdo mëngjes, para se të nisej për në punë, ajo i gjente aty gjithmonë në të njëjtin vend, me petale që shkëlqenin si të ishin mbledhur në agimin e hershëm. Asnjë letër, asnjë numër telefoni, asnjë gjurmë. Në fillim, ajo ndjeu një lloj ngazëllimi të fshehtë. Ishte bukur të ndiheshe e vëzhguar me dashuri, jo me dyshim, por pas disa ditësh, ndjesia nisi të kthehej në kureshe të thellë. Kush mund të ishte? Në lagje, Elira ishte e njohur për thjeshtësinë dhe ëmbëlsinë e saj. Kishte shumë që e respektonin, por askush nuk i kishte bërë ndonjëherë një gjest të tillë. Nuk kishte pasur asnjë lidhje të fundit, asnjë flirt që mund të çonte në diçka të tillë. Ishte e pamundur të mos mendonte, pse unë? Se tani, një mbrëmje, ndërsa po i tregonte mikeshës së saj më të ngushtë, Rebekës, për buqetat, ajo i tha me të qeshur: "Ndoshta është ndonjë nxënës i dashuruar fshehur azi me ty." Elira e përshëndeti me të qeshur, por sytë e saj kishin një dritë tjetër. "Jo, është shumë e qëndrueshme për të qenë një lojë fëmijësh," tha ajo. "Çdo ditë në të njëjtën orë, e vendosur me kujdes në pragun tim. Mbase dikush që s'ka guxim të flas," tha Rebek me një ton më serioz. "Apo ndoshta dikush që ti e ke harruar." Fjalët e saj mbetën në ajër. Elira e dinte që kishte dikë që nuk e kishte harruar dot, një dashuri që kishte mbaruar pa arsye, para 2 vitesh. Ai quhej Ardi, një djalë i qetë, me një buzëqeshje që e kishte bërë të ndihej e sigurt në një botë plot pasiguri. Kishin qenë bashkë për gati 3 vjet, derisa ai u largua jashtë vendit, me premtimin se do të kthehej. Por nuk u kthye kurrë. Në fillim shkruante çdo ditë, pastaj çdo javë, derisa heshti. Ajo nuk kishte pasur guxim të e pyeste pse. E kishte lënë të ikte, me bindjen se ndoshta dashuria e tyre nuk kishte qenë aq e fortë sa të mbjetonte largësinë. Por tani, buqetat po e ngjallnin çdo kujtim. Ditët kaluan, dhe Elira nisi të mbledh buqetat në një vazot të madhe qelçi, në balkonin e saj. "Është si një kopsht i dashurisë që nuk dikush e ka mbjell," shkruante ajo në ditarin që mbante çdo mbrëmje. Por ajo që nuk dinte ishte se çdo mbrëmje, në një qoshe të rrugicës përballë apartamentit të saj, një hije ndalonte për disa minuta, duke parë nga larg dritarin e saj që ndriçohej nga drita e verdhë e një llambe të vogël. Ishte një shikim që mbante mall, faj dhe frikë bashk. Një mëngjes, Elira zbriti nga shtëpia pak më herët. Kishte vendosur të qëndronte në rrugë, fshehur pas portës së kopshtit, për të parë kush ia sillte buqeta. Zemra i rrite fort, ora shënonte 6:45. Kishte ftohtë. Frynte një erë e lehtë që sillte aromën e lagështisë së mëngjesit. U dëgjua një zhurmë e lehtë në hyrje. Ajo ngriti kokën dhe pa një djalë me kapuç, që la një buqet dhe u largua me hapa të shpejtë. Nuk e pa fytyrë, vetëm një dorë që kishte një plagë të vogël në kyç. Plaga i duke e njohur. E kaloi gjithë ditën duke menduar për të. Në shkollë, nxënësit e saj i flisnin, por ajo nuk i dëgjonte. Vetëm fytyra e panjohur i sillej në mendje. Ajo plag, kur u kthye në shtëpi, vendosi. Të nesërmen, do të vendoste një kamerë të vogël sigurie mbi derë. Jo për frikë, por për të ditur. Kishte nevojë të dinte kush ishte personi që, çdo mëngjes, i sillte një pjesë dashurie të fshehur në trëndafila. Të nesërmen, kamerën e vendosi me kujdes, me ndihmën e një shoku të saj që punonte si teknik të. Ai e instaloi dhe e lidhi me telefonin e saj, që ajo të mund të shihte çdo lëvizje në hyrje. Atë natë mezi fjeti, në orën 6:45, një njoftim i vogël doli në ekranin e telefonit të saj. Lëvizje e zbuluar, ajo e hapi me dorë që i dridhej. Në video, u shfaq sërish një djalë me kapuçin e zi që afrohej ngadalë, duke mbajtur buqetën në dua. Por këtë herë, kamera e kapi qartë fytyrën e tij, kur ai u kthye për t'u larguar. Elira ngriti dorën për ta mbuluar gojën nga befasia. Zemra i ndaloi për një çast. Në ekran ishte Ardi, e njëjta buzëqeshje që dikur e kishte dashuruar, e njëjta fytyrë që ajo e kishte parë në ëndra për vite. Por diçka tek ai ishte ndryshe. Fytyra e lodhur, sytë e lagësht, një lloj dhimbjeje që se kishte parë kurrë. Elira uli telefonin dhe sytë i u mbushën me lot. Pse? Se nuk i kishte folur. Në vend të fjalëve,
ai kishte zgjedhur trëndafilat. Në vend të përqafimit, kishte zgjedhur heshtjen. Ajo doli jashtë, e hutuar, me buqetën e fundit në dorë. Por rruga ishte bosh. Ai ishte zhdukur sërish, si çdo mëngjes. Tani, për herë të parë, ajo ndjeu një dhimbje të ëmbël në kraharor. Jo më mister, por mall. Dhe një pyetje që do ta digjte për ditë të tëra. Çfarë kishte ndodhur me Ardin? Në ditët që pasuan, Elira nuk e gjeti më buqetën në derë. Asnjë. Sikur zbulimi i kishte prishur magjin. Sikur ai e dinte se ajo tashmë e dinte, dhe kjo i mjaftonte. Por ajo nuk mund të qëndronte më pa e parë. Pa e dëgjuar, një mbrëmje, mori guximin dhe doli në rrugë. U nis drejt adresës së vjetër, ku Ardi kishte jetuar dikur me familjen. Porta ishte e mbyllur, por dritat ishin ndezur. Ajo trokiti lehtë. Pas pak sekondash, një grua e moshuar hapi derën. Ishte nëna e Ardit. Kur e pa Elirën, sytë e saj u mbushën me lot. Elira ti nuk e di, çfarë të di? Pyeti ajo me zë të dridhur. Gruaja uli kokën. Ardi u kthye para 2 muajsh, por nuk donte që askush ta dinte. Ishte shumë i sëmur, fjalët u pren në ajër. Sëmur? Përshpëriti Elira. Ku është tani? Gruaja mori frymë thellë, dhe zëri i saj u thye, në spital. Ai të kërkonte çdo ditë, por nuk kishte forcë të shkruante. Vetëm kërkoi që të dërgonte trëndafila, çdo mëngjes. Elira mbeti pa fjalë. Zemra i rahu fort, si të donte të shpërthente nga kraharori. Tani gjithçka kishte kuptim. Buqetat, heshtja, plaga në dorë. Gjithçka. Ajo mori frymë thellë dhe tha, dua ta shoh. Mbrëmja kishte rënë, por Elira nuk mund të priste më. Zëri i nënës së Ardit i kumbonte në vesh. Ai të kërkonte çdo ditë. Nuk kishte rëndësi nëse ishte vonë, nëse spitali mund të mos pranonte vizitor. Ajo do të shkonte. Në zemër ndjente një përzierje emocionesh që nuk mund t'i përkufizonte, frikë, mall, shpresë, dhimbje. Të gjitha bashk, si një stuhje heshtur që i përplasej brenda shpirtit. Kur mbërriti në spitalin Nën Tereza, dritat e korridorëve ishin të zbehta. Aroma e dezinfektuesit përzihej me qetësinë e vonë të natës. Ajo pyeti në recepcion për emrin e tij. Një infermiere e re, pasi kontrolloi në kompjuter, i tha: "Dhoma 217, pavioni i onkologjisë." Por vizitat janë të ndaluara në këtë orë. Elira e pa drejt në sy, dhe zëri i saj u drodh, i mbushur me një dhimbje që s'mund të fshihej. "Ju lutem, është dikush që e kam dashur gjithjetën. Më duhet ta shoh, qoftë edhe për 1 minutë." Infermierja hezitoi për pak, pastaj uli zërin. "Shkoni, por bëni kujdes. Mos qëndroni gjatë." Elira falenderoi lehtë dhe u nis drejt katit të dytë. Çdo hap që bënte në atë korridor të gjatë dukej sikur e çonte më pranë një të shkuare që kishte menduar se e kishte mbyllur. Zemra e rrihte aq fort sa mezi merrte frymë. Në fund të korridorit, u ndal para derës me numrin 217. Drita e dhomës brenda ishte zbehtë, dhe përmes xhamit mund të dallonte një trup të shtrirë në shtrat, i lidhur me një serum. Duart u dridhen kur shtyu derën ngadalë. Në dhomë bizotëronte qetësia. Pajisjet mjekësore bënin një tingull monoton, bip bip bip, si një ritëm i zbehtë jete. Ai ishte aty, Ardi, fytyra e tij ishte zbehtë, por e njëjta fytyrë që ajo e kishte kujtuar për net me radhë. Fijet e flokëve i ishin ralluar, sytë e mbyllur, si dikush që ëndëron. Elira u afrua ngadalë dhe uli sytë te duart e tij. Ishin të dobëta, por ajo plagë e vogël në kyç ajo e njihte. Sytë ju mbushën me lot. Ul në karrigën pranë tij, pa ditur çfarë të thoshte, pa ditur si ta thëriste. Ajo thjesht i mori dorën dhe e mbajti fort, duke ndier pulsin e dobët që i përgjigjej si një zë i largët që thoshte: "Jam këtu." Pas disa minutash, Ardi lëvizi lehtë çepalla. Sytë ju hapën ngadalë, si dikush që zgjohet nga një ëndër e gjatë. Kur e pa, u duk sikur gjithçka rreth tyre u ndal. As aparatet, as drita, as fryma e lodhur e spitalit nuk ekzistonin më, vetëm ata. Elira përshpëriti ai me zë të mekur. Ajo qeshi me slotëve. "Po, jam unë." Zëri i saj ishte një përzierje drite dhe trishtimi. "Nuk mund ta besoja që ishe ti," tha ajo. "Pse nuk më the asgjë?" "Se gjithë ajo heshtje." Ai mori frymë me vështirësi, por buzë qeshi lehtë. "Nuk doja të më shihje kështu. Nuk doja të kthehesha si një njeri i thyer. Por ti je njeriu që kam dashur më shumë se çdo gjë." Ja ktheu ajo. "S'kishte rëndësi si do ktheheshe." Ajo ja preku faqen me dorë dhe ndjeu nxehtësinë e trupit të tij që luftonte kundër dobësisë. Ardi mbylli sytë për një çast, sikur donte të përtypte çdo fjalë të saj. "Elira, kur u sëmura, mjekët nuk më dhanë shumë shpresë. Nuk mund të shkruaja, nuk mund të ta thosha. Më dukej pa drejtësi të fusja në këtë dhimbje." "Dhe trëndafilat?" pyeti ajo me zë të dridhur. Ai buzëqeshi me vështirësi. "Ishte mënyra ime për të kërkuar falje. Çdo trëndafil ishte një më fal për ditët që heshta. Një të dua për netët që s'të pata pranë." Elira uli kokën dhe lotët i ran mbi dorën e tij.
Nuk më duheshin trëndafilat, Ardi. Më duheshe t'i heshtëm për pak minuta. Drita e dhomës ndizej e shuaj nga fryma e aparatit që ndizej e fike ritmikisht. A do të luftosh? I tha ajo më pas me një zë që i dridhej nga brenda. Nuk mund të më lësh përsëri. Ardi e pa drejt në sy. Syt i ndriçonin, si të dikujt që donte të jetonte, por që ndjente peshën e lodhjes në çdo frym. Do përpiqem, tha ai, por dua të më premtosh diçka. Çfarëdo që të jetë, nëse një ditë unë s'jam më, mos haro të jetosh. Mos u mbyll me kujtimet e mia e lira lëkundi kokën, me lot që Selinin të fliste. Mos fol kështu, pëshpëriti ajo. Do bëhesh mirë. Do shkojmë në dajt, si dikur, do ha makullore dhe do flasim për gjithçka që s'patëm kohë të themi. Ai e vështroi për një kohë të gjatë, sikur donte ta mbante fytyrën e saj në kujtesë për gjithmonë. Ti nuk e ndryshuar, tha me buzëqeshje. Akoma beson në mrekulli, dhe mrekullia e ti, i tha ajo lehtë. Ti dhe trëndafilat e tu. Ditët që pasuan, Elira nuk u nda më nga spitali. Çdo mëngjes i sillte një buqet të re trëndafilash. Këtë herë ajo atij i vendoste mbi komodin, pranë krevatit, dhe i thoshte: "Tani është radha ime të sjell dashurinë çdo ditë." Ardi që është lehtë, ndonse lodhe e shteronte çdo forcë. Kishte ditë më të mira, e ditë kur fliste pak, por çdo herë që e shihte, në sytë e tij ndiste një shkëlqim që vetëm dashuria mund ta krijonte. Një ditë, ndërsa ajo po lexonte pranë tij, ai e pyeti: "A ke menduar ndonjëherë se ndoshta dashuria jonë ekziston pikërisht sepse nuk arritëm ta jetonim plotësisht?" Elira ngriti syt. "Çfarë do të thuash? Ndoshta ka dashuri që lindin për t'u ndjer, jo për t'u përmbushur." Si trëndafilat që lulëzojnë e më pas vyshken, por aroma e tyre mbetet. Ajo e pa me dhembje. "Jo," i tha me bindje. "Ne nuk jemi një aromë që zhduket. Ne jemi një rënjë që do të mbetet." Ai buzëqeshi, dhe në atë moment, dielli pasdites depërtoi përmes dritares dhe ndriçoi fytyrën e tyre. Një çast që do të mbetej përgjithmonë. Por mrekullit ndonjëherë kërkojnë më shumë forcë se sa dashuri. Një mbrëmje, kur Elira u kthye në spital, infermierja e ndaloi në korridor. "Ai është më mirë sot?" pyeti ajo me shpresë, por fytyra e infermieres ishte serioze. "Doktori dëshiron të flas me ju." Ajo ndjeu gjakun t'i ngrinte. Kur hyri në zyrën e tij, mjeku u ngrit dhe i foli butë. "Gjendja e Ardit është përkeqësua. Ai po lufton, por duhet të jeni gati për çdo gjë." Fjalët e tij e prenë në mes të frymës. Doli nga zyra pa folur, me lot që i rritnin vetvetiu. Në dhomë, Ardi e priti me një buzëqeshje të qetë. "Mos qaj," i tha. "S'më pëlqen kur qesh pa ty." Elira ju afrua, i mori dorën dhe e mbajti fort. "Nuk do të të lë vetëm," i tha. "Kur?" Ai mbylli syt ngadalë, me një frym të thellë. "E di," pëshpëriti. "Dhe kjo më mjafton." Ajo qëndroi gjithë natën aty, duke ja përkëdhelur flokët, duke i treguar për ditët e tyre të vjetra, për çdo kujtim të lumtur. Ai nuk fliste shumë, por buzëqeshte sa herë që ajo qeshte. Derisa, diku në orët e para të mëngjesit, zëri i aparatit ndryshoi ritëm. Një linjë e gjatë, e pandërprer, theu qetësinë e dhomës. Elira ngriti kokën dhe e kuptoi. Trëndafili i saj i fundit kishte pushuar së rahuri. Ajo qëndroi e heshtur, me lot që i rritnin pa ndalesë, dhe e përqafoi, duke pëshpëritur. "Do të dua përgjithmonë, Ardi. Përgjithmonë." Ditët që pasuan ishin të vështira. Shtëpia e saj mbeti bosh, pa aromën e trëndafilave. Por një mëngjes, kur hapi derën, pa një buqet të vetme në prag, një trëndafil i vetëm, i kuq, dhe një letër e vogël pranë tij. Me duar që i dridheshin, e hapi. Në letër shkruaj me shkrimin e tij: "Nëse e duke lexuar këtë, do të thotë që unë nuk jam më. Por mos haro, Elira, trëndafilat nuk vdesin kurrë në zemrën e atyre që i mbjellin me dashuri. Çdo mëngjes që zgjohet, shiko dritën dhe mendo për mua. Sepse unë do të jem aty, në çdo aromë trëndafili, në çdo frymë që merr, të dua përgjithmonë." Ajo e mbajti letrën në duar për një kohë të gjatë, derisa lotët e saj u përzien me bojën e fjalëve. Pastaj e vendosi trëndafilin në vazo, e uli kokën dhe tha me zë të ulët: "Edhe unë, Ardi, çdo mëngjes." Koha filloi të kalonte, por për Elirën çdo ditë duke e njëjtë, që nga ajo mëngjes i fundit, kur ajo gjeti trëndafilin e vetëm me letrën e Ardit, jeta e saj kishte ndaluar diku midis kujtimit dhe boshllëkut. Në mëngjes gjohej, shikonte dritaren dhe ndjente se dielli nuk ndriçonte më njësoj. Në mbrëmje, kur mbyllte dritat, priste, si dikur që një buqet të re të shfaqej në prag, por askush nuk vinte më. Vetëm era që sillte aromën e pranverës dhe zërin e kujtimeve. Ditët e para i kaloi duke qarë në heshtje. Pastaj erdhën netët pa gjumë, kur përfytyrimi i tij i shfaqej në çdo qoshe të dhomës. Ishte një hije e ëmbël, një prani që nuk friksonte, por ngrohte. Një natë, ndërsa po fshinte lotët, ndjeu diçka të çuditshme. Nga dritarja, një aromë trëndafila shhyri lehtë, ndonse ishte mbyllur. Një erë freskët që mbante një prekje të njohur. Elira buzëqeshi mes lotëve. "Je ti, apo jo?"
Përshpëriti me zë të ulët. Nuk më le as tani në atë moment. Ajo kuptoi se dashuria e tyre nuk kishte marrë fund. Ishte ende aty, e padukshme, por e gjallë. Ai s'ishte më truprisht, por trëndafilat, dritat e mëngjesit, era, çdo frymë që merrte, e mbante pranë. Dhe për herë të parë, pa shumë kohësh, ajo mori një vendim. Do të jetonte për ta mbajtur dashurinë e tyre gjallë. Pas disa javësh, Elira u kthye në punë. Nxënësit e saj, të cilët e kishin parë të zymt për ditë me radhë, u gëzuan kur ajo u shfaq sërish në klasë. Në sy kishte ende një trishtim të thellë, por edhe një dritë të re, ajo dritë që lind. Pas dhimbjeve të mëdha, në fund të orës, ajo tha: "Sot dua t'ju tregoj diçka që nuk ka të bëjë me artin, por me dashurinë." Nxënësit e dëgjonin me heshtje. Dashuria nuk është gjithmonë ajo që mendojmë. Nuk është gjithmonë pranë nesh, as gjithmonë e lehtë. Por nëse është e vërtet, ajo nuk vdes kurrë. Ajo vetëm ndryshon formë. Pastaj buzëqeshi dhe shtoi: "Ndaj, ne do të bëjmë një projekt të ri. Do të mbjellim një kopsht me trëndafila në oborin e shkollës. E do ta quajmë kopshti i kujtimeve." Fëmijët u entuziazmuan. Nuk e dinin historinë pas atij emri, por ndjenin dashurinë në çdo fjalë të saj. Dhe ashtu ndodhi. Çdo nxënës solli nga një trëndafil të vogël, një fidan që do të mbillej me kujdes. Elira punoi me duar të zhytura në dhe çdo herë që vendoste një rënje, i përshpëriste lehtë: "Ky është për ty, Ardi." Në fund të ditës, obori i shkollës ishte mbushur me dhjetëra trëndafila që qëndronin drejt diellit, si shpirtra të vegjël që merrnin frymë dashurie. Një mëngjes, ndërsa po uiste kopshtin, një djalosh i vogël ju afrua. Ishte një nga nxënësit e saj, Erioni. "Mësuese, pse ke zgjedhur trëndafila e jo lule të tjera?" Pyeti ai. Elira e pa me butësi. "Sepse trëndafilat janë si dashuria, Erion. Kanë gjemba që të dhembin, por edhe aromë që se haron kurrë." Djaloshi uli kokën dhe tha: "Po nëse dikush e kaput një trëndafil." Ajo u përkul, i vendosi dorën në shpatull dhe i tha: "Nuk ka rëndësi. Trëndafili do të rritet sërish." Dashuria e vërtet gjithmonë gjen rrugë për të rilindur. Fjalët e saj mbetën në ajër, si një melodi e butë që nuk shuhet. Dhe nga ai çast, Elira ndjeu se nuk ishte më vetëm. Çdo trëndafil që lulëzonte në atë kopsht, çdo aromë që përhapej, ishte si një frymë që vinte nga diku përtej. Në muajt që pasuan, ajo filloi të shkruaj një libër. Në kapakun e parë shkroi: "Për ardhin, për dashurinë që nuk vyshket kurrë." Ishte historia e tyre, por jo për të vajtuar, për të frymëzuar. Në çdo kapitull, ajo përshkruante momentet më të bukura, trëndafilat, takimin e tyre në spital dhe letrën e fundit. Por mbi të gjitha, shkroi për forcën që dashuria i dha për të jetuar. Libri u përhap shpejt, dhe shumë njerëz e lexuan me lot në sy. Disa i dërgonin letra falënderimi, duke i shkruar se i kishte ndihmuar të besonin sërish në dashuri. Një natë, pasi kishte përfunduar redaktimin e fundit, ajo doli në balkon me një filxhan çaj dhe ndjeu erën e trëndafilave që vinte nga poshtë. Në drejtijen e hënës, një petal i kuq ra ngadalë mbi balkonin e saj. Elira e mori në dorë dhe qeshi lehtë. "E di që je këtu," tha me zë të ulët. Edhe tani, në atë moment, telefoni i saj u ndez. Një njoftim i çuditshëm nga kamera e vjetër e sigurisë, ajo që dikur kishte filmuar Ardin duke lënë buqetat. Ajo e hapi. Në ekran, një video e re ishte shfaqur, me datë të po atij mëngjesi. Ajo e luajti me zemrën që i rritë fort. Në video, shihej një hije që afroi ngadalë në pragun e derës së saj, dhe pastaj një buqet trëndafilash vendose aty, si dikur. Elira ngriti dorën mbi buzë me frymë që ju ndal. Nuk mund të ishte e vërtet. Ajo doli me nxitim, hapi derën dhe po aty në prag qëndronte një buqet e re, e njëjtë si më parë, me fjongo të bardhë, pa asnjë shënim. Ajo ra në gjunjë, me lot që i mbushën syt dhe përshpëriti. "Faleminderit që s'më vetëm." E mori buqetën në duar dhe e vendosi pranë fotografisë së tij. Në atë çast, një fllad i butë kaloi nëpër dhomë dhe petalet u tundën lehtë, sikur dikush i përkëdhelte. Ditët u bën më të lehta. Kopshti i kujtimeve lulëzonte më shumë se kurrë, dhe njerëzit filluan ta vizitonin, të sillnin trëndafila për ata që kishin humbur. Elira kishte krijuar pa e kuptuar një vend shprese për të gjithë. Në hyrje, një pllakë e vogël mbante një mbishkrim: "Trëndafilat nuk vyshken kur mbillen me dashuri. Ato jetojnë në zemrat që kujtojnë." Një grua e moshuar një herë i tha: "E dashur, si tu erdhi ideja për këtë vend të bukur?" Elira buzëqeshi me sytë që ndriçonin në dritën e pasdites. Sepse dikush më mësoi që dashuria nuk ka nevojë të shihet për të ekzistuar. Mjafton të ndjehet, dhe, për një çast, ndjeu sikur dikush ja përqafoi shpatullat nga pas. Një pranie lehtë, e ngrohtë, e njohur. Ajo nuk u kthye. Nuk kishte pse, e dinte mirë kush ishte. Atë natë, Elira shkroi fjalët e fundit në librin e saj. Ndonjëherë, dashuritë më të bukura janë ato që nuk mbarojnë kurrë, sepse vazhdojnë të jetojnë në një trëndafil që nuk vyshket, në një aromë që nuk shuhet, dhe në një kujtim që mbetet i gjallë në çdo frymë. Unë e pash dashurinë time të kthehej në petale. Dhe tani, çdo mëngjes, kur ndjej aromën e tyre, e di që ai është këtu,
sepse dashuritë e vërteta nuk vdesin kurrë. Pastaj mbylli librin, e vendosi mbi tavolinë dhe shikoi dritaren që ndizej nga hëna. Në balkon, petalet vallëzonin lehtë në erë, si trëndafila që kërcejnë në ritmin e kujtimit. Elira buzëqeshi dhe përshpëriti. Natën e mirë, ardhi, dhe për herë të parë ndjeu paqe. Pas asaj darke, gjithçka ndryshoi mes tyre. Të nesërmen, kur Lira hyri në zyrë, ndjeu diçka të re në ajër. Nuk ishte më ajo ndjesia e misterit, por një butësi që e mbështillte si një fllad i ngrohtë. Ardiani ishte aty, në vendin e tij, me një filxhan kafeje në dorë. Kur ajo ju afrua, ai buzëqeshi lehtë, dhe ajo ndjeu për herë të parë që zemra i rrite nga lumturia, jo nga frika. Në drek, ashtu siç kishin rënë dakord, dolën bashkë. Zgjodhen një restorant të vogël buz liçenit, me një dritare që hapte pamje të qetë dhe ujë që ndriçonte në ndjell. Për disa minuta, heshtën. Ishte ajo heshtje e bukur që ndodh vetëm mes njerëzve që fillojnë të ndihen rehat me njëri tjetrin. E di, tha më në fund Lira duke luajtur me lugën, nuk më besohet ende që ishe ti. Çdo ditë mendoja kush mund të ishte, dhe kur e pash videon ndjeva frikë, pastaj çudi, dhe pastaj një lloj gëzimi të çuditshëm. Doja të gëzoja, tha ai me zë të butë, por më shumë doja të njihja, pa të trembur. Ata folën gjatë, për librat, për muzikën, për jetën që kishin pasur përpara se rrugët e tyre të kryqëzoheshin në të njëjtin zyrtar në Tiranë. Lira zbuloi që Ardiani kishte qenë dikur piktor. Kishte lënë gjithçka pas një humbje të madhe, bashkëshorten e tij, që kishte ndëruar jetë para 3 vitesh nga një sëmundje e rëndë. Në atë moment, diçka në sytë e tij ndryshoi. U bën të butë, por të thellë, si ujë që fsheh shumë poshtë. Ajo i donte trëndafilat, tha me një buzëqeshje të hidhur. Çdo mëngjes më sillte një në filxhanin e kafes. Kur iku, shtëpia u mbush me heshtje. Dhe një ditë, kur të pash ty në korridor, me një fletore në dorë dhe atë shikimin që i ngjante të saj, mendova se ndoshta, më në fund, mund të ndjeja diçka përsëri. Lira nuk foli. Zemra i rahu lehtë, si për të mos e prishur momentin. Ishte prekur thellë, kështu që trëndafilat ishin kujtim prej saj. Po, tha ai, por çdo ditë që të shihja, ndjeja se fillonin të ishin për ty, ajo uli kokën, e ndjeu fytyrën t'i nxehej. S'kishte dëgjuar kur fjalë më të thjeshta dhe më të sinqerta. Nuk ishte një dashuri e lindur nga pasioni, por nga butësia dhe kujtimi. Në fund të drekës, ai e përcolli deri te hyrja e pallatit. Faleminderit, i tha ajo, për çdo trëndafil. Dhe për këtë ditë, faleminderit që nuk më përzure, u përgjigj ai me një buzëqeshje të lehtë. Ndoshta tani mund t'i sjell lule me emrin tim. Ajo qeshi, me një ndjenjë që se kishte përjetuar prej vitesh. Ndoshta, por me një kusht, cilën që herën tjetër të mos jetë buqet, të jetë një trëndafil. Një i vetëm, si fillim, ai u afrua pak, mjaftueshëm sa për ta parë drejt në sy. Një trëndafil për një fillim të ri, tha. Më pëlqen si tingëllon. Kur u largua, Lira ndjeu se brenda saj diçka po shërohej. Për herë të parë pas shumë kohësh, dikush e kishte parë ndryshe, jo si një vajzë e zakonshme në zyrë, por si dikë që meritonte dashuri. Dhe ajo filloi ta ndjente këtë dashuri që po rrite ngadalë, çdo ditë, si një trëndafil që çel në heshtje. Por jeta nuk është gjithmonë aq e thjeshtë. Vetëm disa ditë më vonë, një letër tjetër u shfaq në derën e saj. Pa trëndafila këtë herë, vetëm letra. Dhe ajo letër do t'ia ndryshonte sërish gjithçka. Ishte mëngjes herët, qielli gri dhe shiu binte ngadalë mbi xhamat e dritares, kur Lira pa diçka poshtë derës. Një letër, jo trëndafila, jo arom lulesh, vetëm një zarf i thjesht, i bardhë. Ajo e mori me duar që i dridheshin. Në qoshe ishte shkruar me dorë emri i saj, Lira. Zemra ju mbush me një ndjesi të çuditshme, një përzierje frike dhe nostalgjie. E hapi me kujdes. Brenda kishte një cop letre të palosur dhe, në fund, një fotografi e vjetër bardhezi. Në foto, një gruaje mbante një fëmijë në krah dhe pas saj qëndronte Ardiani, shumë i ri, me të njëjtin buzëqeshje të ngrohtë që ajo tashmë e njihte mirë. Letra fillonte me fjalë të thjeshta. Lira, nëse po e lexon këtë, do të thotë që kam mbledhur më në fund guximin për të treguar diçka që se kam thënë kurrë. Ajo vazhdoi ta lexonte, me frymë të mbajtur. Kur humba bashkëshorten, nuk humba vetëm dashurinë, por edhe një pjesë të vetes. Ajo më la diçka për të cilën s'kam folur me askënd, një vajzë të vogël, e cila sot është 5 vjeç. E quajnë Elira. E quajta kështu, sepse ajo ishte drita ime në errësirë, por nga frika, nga dhimbja, e çova tek motra ime në Korçë, duke menduar se s'do isha gati të isha baba vetëm. Dhe çdo ditë, ndërsa të sillja trëndafil aty, ndihesha fajtor. Fajtor që më në fund ndjeja diçka të bukur, kur një pjesë e jetës sime ende më priste. Lira u mbështet pas murit, me sytë e mbushur me lot.
Nuk e kishte menduar kurrë që pas buzëqeshjes së qetë të Ardianit fshihej një histori e tillë. Në fund të letrës, fjalët ishin të dridhura. Nuk po të kërkoj të më kuptosh, por dua ta dish kush jam vërtet, dhe nëse pas kësaj, ti nuk do të jesh më pjesë e ditëve të mia, do ta pranoj. Por nëse ndonjë pjesë e vogël e zemrës tënde më fal sërish, do jem aty, me një trëndafil në dorë, për të pritur. Atë mbrëmje, Lira nuk foli me askënd. U mbyll në shtëpi, duke menduar për gjithçka, për trëndafilat, për buzëqeshjen e tij, për dhimbjen që kishte fshehur aq thellë. Në fund, vendosi të vepronte ashtu siç i thoshte zemra. Të nesërmen, u nis për në Korçë. Pa i thënë asgjë askujt, mori një tren të hershëm dhe pas disa orësh mbërriti në një fshat të qetë ku, sipas adresës në letër, jetonte motra e Ardianit. Kur trokiti në derë, u hap nga një grua e mirë me përparse të bardhë. Po, zonje, jam Lira, tha ajo me zë të ngadalë. Erdha për Elirën. Gruaja e pa për një çast me habi. Pastaj buzëqeshin ngrohtë. Ah, pra ti qenë ka ajo Lira për të cilën flet Ardiani. Hyre, moj bi, hyre. Brenda, në një dhëm të vogël, një vajzë e vogël po vizatonte me ngjyra. Kur e pa Lirën, ngriti syt dhe buzëqeshi. Ti e Lira? Pyeti me kurreshtje. Babai më ka treguar për ty Lira, ndjeu si u mbushën syt me lot. Në atë moment, e kuptoi gjithçka. Trëndafilat, heshtja, frika, dashuria, të gjitha kishin qenë një rrugtim për të arritur në këtë çast. Kur u kthye në Tiranë, e gjeti Ardianin duke pritur poshtë pallatit, nën shi, me një trëndafil të vetëm në dorë. Ai se pa që ajo po afrohej, derisa ajo e thiri but. Pse nuk më the? Ai ngriti kokën i hutuar, syti kishte të lagur nga shiu. Kisha frikë. Frikë se do të largoheshe. Unë s'jam ajo që ikën, tha ajo, duke ju afruar. Unë jam ajo që qëndron. Ajo mori trëndafilin nga dora e tij dhe ja vendosi pranë zemrës, për Elirën, për ty dhe për ne. Ai e shikoi për disa sekonda, pastaj e përqafoi fort, nën shi, me trëndafilave të kuq që tashmë ishin kthyer në kujtim. Filloi një histori e re. Një histori që nuk kishte më mistere, por vetëm të vërteta. Sepse ndonjëherë dashuria e vërtet nuk fillon me një buqet, por me një të vërtet të thënë me guxim. Dhe për Lirën, ajo e vërtet kishte emrin e tij, Ardian.